Sistemi jonë shëndetësor tani më është ndërruar në një sistem të biznesit për përfitimet të grupeve të interesit të lidhura me Ministrinë e Shëndetësisë. Tani më është evidente që ofrimi i shërbimeve shëndetësore nuk është në nivelin të cilën do duhej të ishte, për me kaq që këto shërbime shëndetësore po prolongohen dhe nuk po ofrohen qytetarëve të Republikës Kosovës. Listat e pritjes për marrjen e shërbimeve shëndetësore tani më janë afër 6 vite, prej 6 muaj deri në 6 vite, ndërsa Ministria e Shëndetësisë merret me tenderomani. E keni pa dhe rastin e fundit të publikuar edhe në media, përveç atyre abuzimeve tjera, tani edhe ambulantat të cilat janë kontraktuar nga Ministria e Shëndetësisë janë të pacertifikuara me çmime abuzive, në të cilat nuk garantojnë cilësinë e shërbimit për ata që kanë nevojë për të marrë një shërbim të shpejtë. Unë ftoj Prokurorinë e Republikës Kosovës që vërtet, ashtu siç kam kërkuar edhe më herët, që të lejnë prokuror kujdestar për gjitha këto abuzime të cilat pothuajse janë të përditshme në sektorin e shëndetësisë. Mungesa e furnizimeve të nevojshme me borna e me material mjekësor. Ju e dini që tani veç për proteza dhe material tjetër të nevojshëm mjekësor në ortopedi po prolongohet pothuajse që 1 vjet e gjysmë. Kjo më njëherë ka rrit listat e pritjes për pacientët, gjithashtu edhe në sektor tjerë. Ato blerë cilat janë bërë, po marrëm shembull të rezonancat magnetike, janë bërë sa për të përfituar nga blerja e tyre. Jo rikujtoj që në vitin 2020 lista e pritjes në radiologji për rezonancë magnetike ishte 0 deri në 1 javë, ndërsa sot kjo listë e pritjes ka kaluar më shumë se 6 deri në 8 muaj. Si është e mundshëm që me 2 rezonanca magnetike në vitin 2020 mos ketë listë pritjes ose tjetë ajo 1 javë, ndërsa sot me 5 rezonanca magnetike lista e pritjes tjetë kaq e gjatë. Pra kjo tregon për një sistem shëndetësor i cili është marrë me tenderomani për përfitime personale të grupeve caktore të interesit dhe jo për të blerë aparatori cilë kishë një shërby pacientëve dhe që ata të mos presin në lista gjatë të pritjes. Edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe vetë kryeministrit që kryetari i komisionit për shëndetësi, cilën e ka vetëmëruar veten, janë përgjegjës për këtë degradim sektorit shëndetësisë. Ata janë marrë kryesisht me disa renovime, fasadime, të cilat kanë pas qëllim përfitimet të grupeve caktuar të interesit, gjërat të cilat i kanë bërë publike të njohura për opinionin shumë më herët. Me çmime abuzive janë renovuar klinikat të caktuara me një kvalitet jo të duhur, pas një periudhe me njerë ato janë demoluar e prishur dhe nuk ka pas një qasje e cila kishte me ofruar edhe me rrit kualitetin në shërbimeve shëndetësore dhe që ato të jenë efikase në kohë për mi shërby pacientit. Pra nuk ka përmirësim të sektorit të shëndetësisë që e rrit kualitetin e shërbimeve shëndetësore, ka mungesë të madhe të bornave dhe ka borna të cilat sot në treg janë me çmime abuzive.